Përshëndetje, Klodi sapo ka përfunduar, duhet thënë, mund thuhet një takim i tretë mes kryetarit të Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha dhe Ala Atët. Kujtojmë që menjëherë pas arritjes së konsensusit, pra përmbylljes së takimit me kryeministrin, kryetari i opozitës ka takuar në seli Ala Atët, po ashtu Ala Atët parlamentar kanë qenë edhe pjesë në mbledhjen që zoti Basha zhvilloi me kryesinë e partisë dhe grupin parlamentar, të cilët i informoi për se çfarë është negociuar dhe çfarë është arritur si marrëveshje që jep fund krizës politike, por menjëherë pas përfundimit sërish të grupit parlamentar dhe kryesisë, zoti Basha ka zhvilluar një mbledhje të tretë me aleatët e tij opozitar. Marrëveshja e arritur pra nga zoti Basha është përshëndetur dhe është cilësuar si mjaft e mirë nga grupi parlamentar dhe nga kryesia e kësaj partije, por duket se pak më e vështirë ka qenë diskutimi ndoshta me aleatët për faktin se gjithçka, pra data zgjedhjeve është vendosur shumë shpejt dhe diskutimi ka qenë më teknik për formën se si do të bashkëpunohet me aleatët, edhe për faktin se në marrëveshje thuhej qartë që nuk do të ketë koalicione parazgjedhore. Pra edhe Partia Socialiste dhe aleatët e saj do të shkojnë në zgjedhje me këto formulë siç janë aktualisht, pra pa koalicione dhe me të njëjtat lista zgjedhore, ndërsa partive opozitare u jepet mundësia sërish të regjistrohen si parti pra më vete pa koalicione dhe të kenë secila prej tyre lista të veçanta. Kjo ndoshta e ka vështirësuar pak diskutimin e kryetarit të Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha me aleatët, por gjithsesi mund ta them, edhe pse burime të rezervuar dhe jo zyrtare, mund të ketë një marrëveshje të Partisë Demokratike që një pjesë të aleatëve të ketë në listat e tyre, siç kemi parë edhe në vitin 2013. Kujtojmë që kryetari i Partisë Demokratike në ato kohë ish kryeministri Sali Berisha përfshiu në listat e Partisë Demokratike aleatët kryesor opozitar. Kujtojmë kryetarin e Partisë Republikane zoti Fatmir Mediu ishte në listën e Tiranës, po ashtu në listë në ato kohë ishte edhe Nart Ndoka i Partisë Demokristane, edhe Shpëtimi Idrizi i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ku më pas braktisi koalicionin opozitar dhe ju bashkua mazhorancës. Pra mund të ketë një lloj marrëveshje tashmë, po flasim marrëveshje brenda koalicionit opozitar. Qartë, Everest, fati i Çadrës, cili do të jetë në fakt? Në orën 7, kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, jo zyrtarisht, ka njoftuar një takim me protestuesit në Çadër dhe ku padyshim do të jap mesazhin përfundimtar të fitores, mund të themi thonjza të kësaj të kauzës së tij, dhe më pas mund të urdhëroj edhe mbylljen e Çadrës. Qartë, Everest, falenderoj për gjitha detajet që përcollen.